Tash për tash në klinikën infektive janë 4 pacient të cilët duhet të përcillen së paku edhe gjatë këtij vikendi. Njëri prej tyre vazhdon të trajtohet pasi që është kthyer nga mjekimi intenziv i klinikës së pediatrisë për shkak të një përkeqësimi, për shkak të një komplikimi mjaft të rënd, por tash është në gjendje stabile dhe 3 pacientët të tjerë të cilët duhet të përcillen edhe për pak ditë. Shumicën i kemi pas të lindur në vitin 2025. Apo gjendja shëndetësore e të gjithëve ka qenë relativisht e rëndë, ndërkohë që një prej tyre thash ka fituar edhe komplikime të rënda në mushkëri si pneumotoraks. Gjendja të tjerëve është përcjell edhe prej lajmive të tjera, oftalmologu, duke menaxhuar edhe pjesën e syves. Ka prej tyre që hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre duke ra prej e dezinformatave të ndryshme. Apeli jonë është që prindrit mos hezitojnë të vaksinojnë fëmijët. Vaksina nuk është e dëmshme, por rreziku prej smundjes është i madh. Të gjitha rastet e konfirmuara kanë qenë fëmijë të pa vaksinuar, domethënë mos vaksinimi ka ndikuar drejt për drejt në përhapjen e kësaj smundje ngjitse. Pra, fruthi është smundje ngjitse që mund të parandalohet me vaksinim. Vaksinimi është mënyra e vetme më e sigurt dhe efektive në parandalimin e përhapjes së mëtejme të fruthit në vendin tonë. Ne kemi identifikuar masat e cilat janë ndërmarrë, i kemi identifikuar të gjithë fëmijët e pavaksinuar dhe jemi duke i kontaktuar prindrit e tyre në mënyrë që të vaksinohen, të sillen fëmijët për vaksinim sa më shpejt që është e mundur në qendrat më të afërta të mjekësisë familjare. Po ashtu nga ekipi mobil është duke u bërë vaksinimi i klasave të para dhe 6-ta. Klasat e para gjithashtu vaksinohen me dozën e dytë të vaksinës së fruthit. Pra mbrojtja e plot kundër fruthit, pothuajse rreth 100%, arrihet me marrjen e 2 dozave. Gjatë 4 mujorit e parë janë vaksinuar në repart 686 fëmijë kundër fruthit, përfshirë të mosha prej 1 deri në 5 vjeç. Vetëm gjatë muajit prill janë vaksinuar 215. Pra me paraqitjen e këtyre rasteve të fruthit, me thirrjet që janë bërë nga stafi i vaksinimit, me thirrjet e prindërve, thirrjet që janë bërë nga instituti, nga Ministria e Shëndetësisë për vaksinim kundër fruthit, kemi vritur një rritje të interesimit të prindërve për vaksinim kundër fruthit. Është me rëndësi nga kjo smundje janë më të rrezikuar fëmijët e pavaksinuar, e tham, nënat gratë shtatzëne, personat me imunitet të dobësuar.